Tek një apartament që kam përdorur me qira në Golem, nga Booking na erdhi një rezervim për 2 net. Ishin 2 të rritur dhe 2 fëmijë. Fëmijë mosha 10-12 vjeç, pak rëndësi ka. Shumë bukur. Vjen dita për të bërë check-in-in. E para njërë që i kemi pritur shumë për të ardhur. Na kanë ardhur shumë vonë mbas dite, ndërkohë që kishim edhe punë të tjera, normal se i bie na iki gjithë dita mbrapa klientit pastaj. U futën në shtëpi. Si fillim kishin ankesa, jo po kati 2, kati 3, shumë lart. Tani në Booking të gjitha janë të dhëna. Kur u futën në shtëpi pastaj, jo po kamera ku ndrite çarçafët. Zonjë dashur, nëse ke merak, çarçafët i merr nga shtëpia. Se normal tani edhe unë vetë, për shembull, nëse kam merak nga dikush ose të shkoj tek një shtëpi tjetër, i marr çarçafët vetë, çarçaf peshqir. Njëjtën gjë bëjnë edhe klientë të tjerë. Kishin edhe me merak makinën, se kishin makinë të mirë. Edhe i sigurova vend tek një parkim tjetër që është i mbyllur, ka 2 tra. Kur vjen dita për të bërë check-outin, zotërinjt as nuk u përgjigjen në telefon, fare, asgjë, as me mesazh, asnjë gjë, dhe kontaktova kunatën e këtyre që kishte qëndruar tek një apartament tjetër joni. Ajo na kontaktoi dhe na tha që ai kishte lënë derën hapur. Domethënë aty mund të ishin futur njerëz, kishin vjedhur, dhe çelësin e kishin lënë tek dera. Budallik më të madh, nuk e di domethënë. Futemi brenda dhe vinte era e qelbur. Tualeti ishte palar. Ishte komplet bal të rër, të vjella. Nuk e di se çka kanë bërë aty me të drejtën. Pastaj te kuzhina, siç i patë edhe vet, birra, ushqime të ndenjura, o zoti i madh, nuk e di domethënë çfarë, nuk e di si kanë jetuar me 2 fëmijë aty. Mua më bën domin me gota të thyera, pjata nëpër tokë, në balkon, gjitha karrike të thyer, se di çfarë lloj njerëzish që janë. Çarçafët që nuk ju hiqen njollat i kam larë 2 herë deri tash. 2 kile detergjent dezinfektues kam përdorur dhe akoma nuk ikën era. Jam detyruar pastaj ç'a të bëj? Do shtyr rezervimin që kam tjetrin. Se nuk të vje kush me atë aromë që vinte shtëpia. Paktën ma bën mu dëmin, mos ja bëjnë të tjerëve se kërkonin që të vinin çdo fundjavë, domethënë, po tani ja çdo fundjavë, po. Paktën mos se pësojnë as të tjerët. Shumë faleminderit nga ana juaj.